Pse u vra veterani Amerikan në Tiranë? Krismat e natës. Zëri i lirisë u mbyll. Një burr i lirë, veterani i Amerikës, u shpall armik i popullit. Thoma Katundi, 64 vjeç, i lindur në Katund, Korç, i edukuar në SBA, qytetar me ide demokratike. Regjimi i Enver Hoxhës e shpalli armik të popullit, pa gjyq, pa prova, vetëm për frikën ndaj çdo mendimi ndryshe. Ai u kthye për të ndihmuar vendin e tij. Dashuria për lirinë u bë faji i tij. Akuzohet si spion dhe agent i huaj. Me 26 shkurt 1951, krismat e pushkëve shënuan fundin e tij, bashkë me 21 intelektual të tjerë, pa gjyq, pa drejtësi, vetëm urdhër dhe terror. Thoma Katundi nuk u kthye kurrë. Edhe pyetja mbetet, pse u vra një veteran amerikan?